më në momentin final, ka qenë ndërhyrje gabuar e mbrojtësit të ekipit të Partizanit kundrejt futbollistit Muçović. Vitali Kosor ka sinjalizuar për goditje penaltie. Është vendosur topin në vendin e caktuar. Ka një farë proteste të zakonshme, sikur se janë këto në stadionet tona të tifozërisë të ekipit të Partizanit, por gjithçka është definituar. Është penalti në favor të ekipit të Teuts, e do të jetë Sherif Kallaku, autori i kësaj goditje të 11 metrit. Gjithsesi, zyrtari Kosor kërkon të vendosë qetësinë, të vendosë rregull për ekzekutimin e kësaj penaltie. Sherif Kallaku dhe përballësues për Panathinaikos në distancë rrulli. Shikojmë se zyrtari ende është në konsultim dhe sivër në sistemi VAR, ndoshta nuk është vendim i formës së prerë, por që topi zhvillon se pika e 11 metrit. Ende nuk është dhe tashmë, është minuta 28, ekipi e Teutës ka të drejtën e kësaj goditje të mirë, një rast i bukur për të kaluar në avantazh futbollistët miq të Teutës së Durrësit. Është, sikur se theksuam, Sherif Kallaku, organizatori fantazisti e ekipit të Teutës, është në distancë rrugë e përballësues të Panathinaikos, moment të lem, të ka dëshmime plot e portierit të Panathinaikos, dhe Kallaku dhe Panathinaikos. Në këtë moment të delikat, decisiv, Sherif Kallaku jam me hop, e gjute, gol. Hajde, forza! Të shpresë të fakve që ka gabuar në këtë goditje 11 metrëshit dhe to do të vëllojnë në shtypën tingur duke humbur një mundësi për të kaluar skuadrën të Teutës në avantazh.